gjithashtu edhe çështjes së energjisë në vend. Edhe pak ma urgjente se sa krejt këto janë diskutimet për presidentin. Janë më pak se 2 javë deri kur duhet të ketë epilog kjo çështje. A ka diçka në këtë temë? Është thënë edhe më herët edhe nga ana e kryeministrit që si prioritet fillestar një herë çështja e marrëveshjeve ndërkombëtare për shkak të afateve dhe presionit të afateve që kishëm dhe nga mekanizmat ndërkombëtar sigurisht e Banka Botërore. Pastaj çështja e buxhetit, leximit të ndërmjetëm të buxhetit, votimit pastaj në përfundim të buxhetit dhe pas përfundimit dhe të këtij cikli të filloj dhe faza e diskutimeve dhe konsultimeve. Ne kishëm dhe një deklarat nga ana e kryeministrit që dhe pas përfundimit të buxhetit është i gatshëm që të filloj çështjen e konsultimeve dhe diskutimeve rreth presidentit. Nuk mund të flas për agjendën saktësisht të kryeministrit, mirëpo duke qenë vetë udhëheqës i këtij koalicioni dhe bartës i këtij procesi shumë të rëndësishëm, besoj që vetë kryeministri do arrijë që ta përcaktojë agjendën e vet dhe ta planifikojë pra dinamikën e këtyre radhave rreth një procesi shumë të rëndësishëm në raport me jetën institucionale në vend, stabilitetin politik në vend, si dhe rëndësinë tjetër për stabilitet dhe shoqëror, le të themi të tillë. Ajo që kemi konfirmuar prej kuvendit është që kurkush deri tash s'ka dërgu kandidaturë zyrtare në kuvend për postin e presidentit. Çka dihet është që Vjosa Osmani, presidenti aktuale, ka ambicie për një mandat të dytë. Çka po duhet me ditë për juve është nëse keni qëndrime tashmë jo individuale, po subjektive si partner të koalicionit. Partia Guxo, a ka qëndrim sa i përket zonjës Osmani në këtë rast? Ishte themeluese subjektit tuaj. E përmendë dhe pak më herët që çështja e presidentit për shkak të disa temave dhe një periudhë kohore e cila ishte e ngarkuar me proceset të votimit dhe me organizimit të brendshëm, besa dhe konsultimeve të brendshme në raport me marrëveshjet ndërkombëtare, ka qenë e koncentruar në këtë agjendë. Çështje tutje, me aq sa kam informata, nuk është që janë hapur ende. Besoj që kjo si hap i parë, pra do t'i ketë këto diskutime të cilat do t'i realizoj kryeministri Kurti. Përfshirë këtu faktin sepse kjo e kërkon pra një përfshirje më të gjerë. Pra çështja e presidentit i kërkon 80 deputet pjesëmarrës dhe 60 prej tyre 61 saktësisht votues. Ne si Parti Guxo jemi 7, pra ne kemi 7 ulse, aq është fuqia jonë në kuvend. Mirë po kemi dhe kryetarët e partisë, të cilët besoj që kohë pas kohe janë në koordinim dhe me kryeministrin Kurti për të parë se ky proces si do të ecë. A trajtuar brenda partisë kjo çështje, kjo pikë? Ende nuk kemi arritur deri në fazë. Ne e kujtojmë sakt dhe mund të flas në rrafshin tim pra për lidhjen në të kaluarën me presidentën Osmani, si dhe me afërsinë ideologjike me presidentën Osmani, mirë po për hapjen e matutjeshëm, ku flitet pra për një konsensus më të gjerë politik, një pjesëmarrje më të madhe politike, si dhe një pajtueshmëri brenda trupave politike për kandidatin apo kandidatën në fjalë, ende nuk është në një fazë të tillë ku ka qartësi. Besoj që këto ditët pra në vazhdim do të jemi një fokus